pak së bashku dështimin e takimit në Moskë mes të dërguarit special të Trumpit, Steve Witkoff, dhe presidentit Trump në lidhje me planin për përfundimin e luftës në Ukrainë, si edhe atë se çfarë pritet ti, si e ke parë këtë, po themi? Faktikisht, lëvizjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës për dërguar një ndër negociatorët dhe saj më të rëndësishëm si Steve Witkoff në Moskë, është një hap i cili tregon qartë që Donald Trump kërkon mbylljen dhe ndalimin e kësaj lufte tashmë që pothuajse ka rreth 4 vite që zgjat. Sigurisht që ishte një hap i rëndësishëm për treguar se Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë paqe në një rajon me rrezikshmëri të lartë të ndërluftimeve që rrezikojnë për hapën edhe në Europë, por që dështimi i kësaj marrëveshje apo i këtij raundi negociatash midis Washingtonit dhe Moskës në raport me Ukrainën dështoi për arsye sepse Rusia mban ende lart stekën e kërkesave maksimaliste të saj në lidhje me Ukrainën. Dhe sigurisht nga ana tjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë hapa mbrapa për sa i përket diferencimit midis epokës Biden dhe epokës Trump. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pranuar në një farë mënyrë edhe koncesionin në lidhje me lëshimin e territorit Ukrainas drejt Federatës Ruse, gjë që do sillte një rrezikshmëri të jashtëzakonshme në Europë dhe përkatësisht në Ballkan me kontestet kufitare që kanë qoftë Bosnia, por qoftë edhe Republika e Kosovës me Republikën e Serbisë, por që duket ende e largët koha kur do kemi një paqe finale në midis konfliktit Rusi dhe Ukrainë. Në fakt, Zelenski është shprehur vazhdimisht kundër koncesioneve territoriale ndaj Rusisë, pavarësisht se në terren situata duket goxha në favor të Rusisë, le ta themi këtë. Çfarë do të thotë, po themi, dështimi i këtyre bisedimeve i kësaj marrëveshje deri tani të paktën për Ukrainën dhe për Zelenskin? Ti si e lexon, po them, të ardhmen? Sigurisht që për Ukrainën dhe për president Zelenski është një kohë tepër e vështirë për sa i përket edhe çështjes të ndërluftimeve në terren. Patjetër që është, le të themi, Ukraina dhe populli i Ukrainës është pala e dëmtuar dhe pa diskutim që duhet të jenë në ballë të tavolinës në raport me negociatat për përfundimin e luftës në shtetin e tyre. Patjetër që Rusia ka një avantazh në terren, për aq kohë sa ndihma amerikane në ka ndaluar pothuajse 100% po shkon me pikatore drejt ushtrisë ukrainase dhe pa diskutim pa aleatin e saj më të madh që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Ukraina ka një pamundësi për ta vijuar luftën me ndihmën europiane, për aq kohë sa edhe Bashkimi Evropian ndodhet në një letargji militare, le të themi, dhe për këtë arsye më të sikletosurit në këtë mes patjetër që janë pala ukrainase dhe sigurisht nëse nuk ulen në tavolin e bisedimeve, patjetër që Rusia do kafshojë çdo ditë më tepër apo do okupojë çdo ditë më tepër terren nga terreni sovran, duhet theksuar, nga terreni i një shteti sovran siç është Ukraina. Neve duhet t'i përmbahemi parimeve të drejtës ndërkombëtare, jo vetëm për faktin që mbajtja e anës apo qenia pro koncesioneve territoriale sigurisht që dëmton edhe çështjen tonë kombëtare, por aq mos neve si shqiptar kemi një çështje të pazgjidhur kombëtare dhe sigurisht që kaja historike që do marrë lufta në Ukrainë do ketë edhe një feedback tepër të idhur në rast se ndodh ky koncesion dhe ky legjitimitet i ndryshimit kufive Manforcës, do ketë një feedback tepër të idhur edhe në rajonin e Ballkanit. Një, po them, ndërhyrje e shkurtër sa i takon rolit të Turqisë gjatë këtyre negociatave, gjatë këtyre bisedimeve, nëse ti ke informacion. A është Turqia e shqetësuar që, po themi, kjo marrëveshje ka dështuar dhe kjo luftë nuk po përmbyllet, duke qenë se Rusia është në avantazh? Turqia është e shqetësuar vetëm për një fakt, për influencën që do vi post luftës. Domethënë influencën ruse që do ketë pas luftës në detin e Zi Rusia, sepse duhet thënë që influenca kryesore e detit Zi është influenca turke dhe patjetër që në rast se Rusia avancon dhe shkon drejt qytet portit më të madh të detit Zi, siç është edhe qytet porti i Odesës, atëherë do ndryshonin këto balanca
dhe në aspektin afatgjat midis raporteve që hera herës ka qenë edhe të acaruara kjo për shkak të historisë të dy perandorive, apo le të themi janë dy popull që përfaqësojnë dy perandori dhe qoftë edhe dy presidentët qoftë edhe presidenti rusi Putin dhe presidenti Erdogan, le të themi kanë një farë teze të cilat duan të krijojnë një zonë influence kudo ku është shtrirë edhe përkatësisht perandoria e tyre. Dhe në këtë aspekt në favor të Turqisë është që të ketë një paqe solide për shkak të interesave që ka Turqia. Dedinezi, mos harrojmë që një anije ruse është goditur pranë ngushticës së Bosforit. Është një incident tepër i rrezikshëm. Ditën e djeshme mos gaboj, apo jo? Kjo anije është goditur pothuajse në territorin turk. Mos harrojmë që ka pasur një incident të ngjashëm vitin 2017 me rrëzimin e një avioni Sukhoi rus në kufi në kufit lindor të Turqisë dhe hera herës ndizen edhe këto diskutime apo edhe këto precedente, të cilat janë tepër të rrezikshme, por roli i Turqisë që në fillim në këtij konflikti ka qenë hapur në raportin e saj me Ukrainës, një vend i cili le të themi aleatët e saj i sheh përtej lindjes, i sheh në perëndim, i sheh në NATO. Për këtë arsye është financuar edhe apo është furnizuar edhe me drona Bayraktar nga Republika e Turqisë, por nga ana tjetër nuk i ka mbyllur derën as Rusisë, pra ka lënë një derë hapur si një vend i cili mund vendosë ekuilibrat qoftë në rajon, por qoftë edhe në ndërluftim. Unë duhet të ndalem pak tani tek deklarata e Putinit në lidhje me Evropën. Nëse Evropa kërkon luftë, Rusia është gati. Në fakt, duket sikur presidenti Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me mënyrën se si po kërkojnë të arrijnë një marrëveshje me Rusinë për Ukrainën, po e lënë në fakt Evropën të zbuluar përballë Rusisë. Ti si e ke analizuar këtë marrëveshje? The pak më parë që Evropa është një letargji ushtarake. Egon, do të kuptojmë që diplomacia shprehje e koncentruar e historisë, ashtu siç është edhe politika shprehje e koncentruar e ekonomisë. Po përdorim një, le të themi, postulat tepër të vjetër në këtë raport dhe do të hyjmë të lexojmë historinë gjatë dy luftrave botërore. Amerikanët dhe rusët realisht kanë qenë aleatë, paktën në luftën e parë botërore kundër të Antantës dhe në luftën e dytë botërore kundër të aleancave kundër aksit Rom-Berlin-Tokyo. Dhe do të kuptojmë që të mëdhenj të gjejnë gjuhën e përbashkët për zgjidhje dhe problemeve kur janë përfshirë në ekuacione dhe kombe më të vegjël dhe më të pambrojtur, që në këtë rast është kombi Ukrainës. Nga ana tjetër kemi një skizëm të madh që qoftë nga lufta e parë botërore, që nga lufta e dytë botërore nuk kemi parë të shohim një perëndim të fragmentarizuar si tash, që me ardhjen e presidentit Trump në zyrën ovale kemi parë që kemi një skizëm midis atij perëndimi kolektiv që njihnim deri në momentin që Trump shkeli në Shtëpinë e Bardhë. Dhe në këtë aspekt kjo ndarje nuk e maksimizon fuqinë e perëndimit, patjetër që e fragmentarizon dhe patjetër që Europa është e pamundur që t'ja dalë, ashtu sikurse edhe historia ka treguar, që t'ja dalë për të fituar një luftë e cila mund të përshkallëzohet në një luftë botërore e vetme pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë aspekt jam tepër skeptik për kapacitetet mbrojtëse, por edhe sulmuese të Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe në raport me një luftë e cila mund të jetë edhe potenciale dhe pashmangshme muajt e ardhshëm, por që nga ana tjetër duhet të mësohemi edhe me retorikën e Putin, është një retorik maksimaliste si çdo lider autoritar apo diktator i cili kërkon që këtë deklaratë t'ia shprehë dhe le të themi ta përdori për konsum të brendshëm, politikë dhe më duket paksa egzageruar sa që Vladimir Putin ditën e djeshme u shpreh që në momentin që neve startojmë luftën me Bashkimin Evropian apo me Europën, atëherë pas luftën nuk do ketë asnjë europian për të negociuar me të, pra paralajmërojnë në thonjza një luftë edhe përtej luftës konvencionale.
Në fakt, Evropa gjendet përballë detyrim përcaktimit për të riarmatosur, po problemi më i madh nuk janë parat, po janë burimet njerëzore të munguara të Europës. Pra duket sikur ai vrulli evropian për luftë ka rënë pas luftës së dytë botërore dhe kjo tani e vendos në një pozitë shumë të vështirë Evropën. Patjetër pasi duke krijuar një ideologji e cila ishte kundërt me nacionalizmin, pra krijuar një ideologji globaliste dhe duke u përpjekur që me atë postulatin kryesisht të majtë që një ekonomi e fortë për një nacionalizëm dobët arritën në këtë pikë ku të rinjt nuk gëzojnë një identitet kombëtar, patjetër nuk gëzojnë një identitet nacionalist dhe t'jenë gatshëm që të mbrojnë atë dheun e tyre. Kjo gjë ka ndodhur rëndomtë edhe në Republikën e Shqipërisë, ku ka një mungesë theksuar rekrutësh të cilët kërkojnë që të marrin pjesë në forcat e armatosura shqiptare. E në fakt as nga ekonomia nuk janë mirë, meqense ishte ajo një ekonomi e fortë për nacionalizëm. Patjetër, europianët kanë një ekonomi më solide, patjetër pa krahasueshme me Republikën e Shqipërisë. E fundit që dua të diskutojmë bashkë një çështje shumë e tensionuar është ajo midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës. Duket sikur po përgatitet një pushtim i Venezuelës, por nga ana tjetër kemi edhe tensione politike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dislokuar mos gabojmë në atë luftanien kryqëzorin Gerald Ford në Karaibe, kanë bllokuar dhe hapësirën ajrore të Venezuelës. Po, nga ana tjetër, OKB është shprehur se veprimet të tilla apo të ngjashme mund të jenë, po themi, në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare në një farë mënyrë. Ti si e ke parë këtë, sa serioze të duket ty në thelb? Se mua ç'është vërtet nuk se më duket shumë serioze. Situata duket serioze, duket parë, duke informuar në kanalet ndryshme perëndimore. Shohim qartë që është një situatë tepër e tensionuar për aq kohë sa Venezuela është një vend i cili i ka hapur të katëra dyert për ekonominë kineze, pra për investimet kineze. Mos harrojmë që pothuajse komplet përveç Argjentinës e gjithë Amerika Latine është kryesisht ideologjikisht e majtë edhe kjo edhe për shkak të kolonializmit që kanë vuajtur këto kombe. Nga ana tjetër shohim një seriozitet në lëvizjet ushtarake amerikane, të cilat shprehin qartë që është çështje kohe që neve të sulmojmë Venezuelën, por që objektivi i Donald Trump me aq sa jemi të mundur të lexojmë është rënimi i regjimit të Maduros, që ai konsideron si një regjim i të lidhur ngushtë me narkotrafikun. Kemi parë edhe pamje teksa anije që neve realisht nuk e dim se çfarë mbartin ato anije, janë goditur me urdhër të sekretarit të luftës tashmë, sepse më parë ishte sekretari i mbrojtjes, Pete Hegseth, me akuzën se kanë qenë trafikant të lëndëve narkotike. Tashmë nuk e dim, patjetër që e dim fuqinë operuese ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është shteti më i fuqishëm ushtarakisht në botë, por duhet të thënë që venezuelianët duken të vendosur për rezistencë, nuk e dim se sa mund të rezistojnë, por që nga ana tjetër mund të themi që Venezuela duket një shtet i cili është tepër problematik për interesat amerikane në raportin e luftës ekonomike që po përballen amerikanë tashmë në lidhje me Republikën Popullore të Kinës. Dhe më duket afër vërtet koha që mund të kemi ndonjë sulm surprizë apo ndonjë sulm kirurgjik, ashtu siç mund të shprehim nga ana ushtarake, thjesht për të rrëzuar regjimin e Maduros dhe mbase për të implementuar ndonjë regjim të ri, por me syt nga perëndimi, jo më nga lindja. Aty gjithashtu ka dhe personel ushtarak rus në Venezuelë, po pyetja ime fundit është qëllimi, rrëzimi i regjimit Maduros lidhur edhe me narkotrafikun apo nafta e Venezuelës, që është vendi më i madh naftmbajtës në botë? Kjo është pyetje tepër e lehtë, patjetër që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesa ekonomik dhe duke qenë se Donald Trump nuk operon më me doktrinën Truman, e cila kërkonte shtrirjen e influencës amerikane drejt Europës dhe në vendeve aziatike, tashmë Donald Trump operon me doktrinën Monroe, e cila kërkon një Amerikë hegemoniste, edhe pse është hegemoniste, por kërkon një thellësi hegemonizmi në
në Amerikën qoftë veriore, por qoftë edhe në Amerikën jugore, pra në Amerikën Latine. Mos harrojmë që këto ndërhyrja në Venezuelë, qoftë se do kryhet ka pasuar me disa deklarata të mëparshme të presidentit Trump në lidhje me një pushtim të mundshëm të Kanadas, në lidhje me një pushtim të mundshëm të Groenlandës, dhe më pas në ndërhyrje në lidhje me marrjen në menaxhim të kanalit Panamas, i cili ishte një kanal i cili i mundsonte anijeve kineze një tregti mjaft fitimprurse në raport me replikat në Amerikën Latine. Dhe patjetër që Donald Trump tashmë po merr apo le të themi po merr hapin drejt një goditje potenciale drejt Venezuelës, jo për ta pushtuar, sepse nuk besoj se Shtetet Bashkuara të Amerikës funksionojnë në këtë raport, sepse është e pamundur edhe fizikisht që të pushtosh një vend, të paktën në ditët e sotme, por për të rrëzuar regjimin e Maduros, regjimi i cili shpreh qartë që do rezistojë edhe ushtarakisht apo edhe në luftë guerrilje në raportet e drejta ushtarake që kanë dy vendet, por mos harrojmë që është interes tepër i madh edhe ekonomik për Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu siç shprehet ju, është një nga vendet kryesore naftmbajtëse në botë dhe për fat keq është një nga vendet më të varfra për sa i përket GDP-s, edhe pse ka një masë të madhe nafte ku e gjithë industria venezueliane përmbahet dhe fitimet e saj nxjerr nga shitja e naftës.